Ju njohim me përmbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio 7. Presidenti i Republikës Maqedonisë së Veriut, Gordana Siljanovska-Davkova, tërheq 8 ambasador nga detyra. Sipas saj, shkaku bë emërimi i tyre pa përmbushur detyrimi ligjor para trupit punues të kuvendit. Ambasadorëve ju kërkohet të paraqesin pikpamjet e tyre për marrëdhëniet me vendin pritës ose organizatë ndërkombëtare në trupin e punës të Parlamentit përgjegjës për politikën e jashtme, dhe 8 nga 9 të tërhequrit nuk e bën këtë. Në përputhje me dekretet e miratura, revokohet ushtruesit detyrë i ambasadorit të jashtëzakonshëm dhe fuqiplot në Bosnjë dhe Hercegovinë, në Mbretërinë e Suedisë, në Mbretërinë e Belgjikës, në Dukatin e Madh të Luksemburgut, në Bullgari, Çeki, Maltëzi, Mbretërinë e Bashkuar dhe Irlandën e Veriut. Krahas tyre u larguan dhe ushtruesit detyrës së ambasadorit të jashtëzakonshëm pranë organizatave ndërkombëtare në Vjenë dhe në Këshillin e Evropës. Detyrat e ambasadorëve pritet të përfundojnë më 30 prill. I njohur si ligji për branitellat në Republikën e Maqedonisë së Veriut, ai vijon të shkaktoj debate mes mazhorancës dhe opozitës. Deputeti i Aleancës për Shqiptarët nga kreu i Selës, Elmi Aziri, bëri thirrje kryetarit të kuvendit Afrim Gashi të heqë dorë nga skenaret e vëmëros dhe LSDM-s për t'i hapur rrugë miratimit të tij. Aziri bën thirrje që nëse dëshiron të zhbllokojë vetëm komisionin në fjalë të thras seancën plenare bashkë me shumicën dhe të shfuqizojë vendimin dhe interpelancën ndaj kryetares komisionit Ilire Dauti, që kjo e fundit me propozim të Frontit Evropian të zgjidhet sërish kryetare e komisionit. Interpelanca ndaj anëtarëve të Këshillit Gjyqësor për plasjen në kuvendin e Maqedonisë së Veriut, kryetarin Afrim Gashi me kryeparlamentarin nga radhët e BDI-s Talat Xhaferi. Përfaqësuesi i opozitës ishte i mendimit se shkarkimi i anëtarëve të Këshillit Gjyqësor ishte në kundërshtim me rregullat dhe procedurat. Nëse janë zgjedhur 3 anëtarë të Këshillit Gjyqësor me shumicë nga numri i përgjithshëm dhe me shumicën e dyfishme me badinter, që rezulton nga 5 propozime, 3 të jenë të zgjedhur me badinter, ju propozoni të shkarkoni vetëm me 61 votë. Jeni kundërshtim me përcaktimet e procedurave dhe rregullave të zgjedhjes dhe shkarkimit të zgjedhurve që zgjidhen nga kuvendi. Kështu që mbani llogari, nëse ashtu e keni përgatitur, me kota ndryshoni, mos bëni haos, siç jeni mësuar të bëni haos këtu në këtë parlament. Ndërsa kryeparlamentari Gashi deklaroi se Xhaferi theu rregulloren e kuvendit pasi kërkoi fjalën për diçka tjetër dhe foli për anëtarët e Këshillit Gjyqësor. Një faleminderit. E para, nuk i ka hije një ish kryetarit parlamentit ta thej rregulloren në këtë mënyrë, të kërkoj fjalë për diçka tjetër, të paraqitur për diçka tjetër, por s'ka lidhje. Sa i përket, edhe pse nuk kam nevojë të replikoj sepse nuk ishte procedurale, vetëm një shpjegim për hir të opinionit dhe të deputetëve. Nuk bëhet fjalë për shkarkim, po flasim për interpelancë. Instrumenti i interpelancës vlen për në të gjitha format, është e njëjtë. Koalicioni i qeverisës në Maqedoninë e Veriut akuzon Këshillin Gjyqësor se është e ndikuar nga opozita. Nga vëmërot DPM-ja thonë se Këshilli emëroi një gjyqtar të BDI-s për kryetar të Gjykatës Supreme. Koalicioni i qeverisës pretendon se dhe kryesia e LSDM-s është peng i BDI-s. Si mund të ketë luftë efektive kundër korrupsionit kur aktorët kryesorë në qarqe gjyqësore dhe prokuroriale janë bandat e BDI-s dhe LSDM-s? Lufta e LSDM-s është një luftë për strukturat kriminale në drejtësi që janë në kontrollin e tyre dhe që synojnë shpëtimin e të afërmëve të tyre në procedimin penal. LSDM-ja është nervoze për sulmin ndaj vëmërot DPM-ne sepse ne kemi shpallur luftë kriminalëve në të gjitha nivelet, përfshirë ata në gjyqësor, thonë nga vëmërot DPM-ne. Koalicioni vlen kritikon BDI mbi votimin e interpelancës për anëtarët e Këshillit Gjyqësor. Këshilli Gjyqësor dhe gjithë ai grup që është ende në pozicionet e tij sipas vlen e ka shkatruar besimin në drejtësi duke ulur atë në vetëm 2%. Sipas forcës bashkëqeverisë, një nga gjyqtarët është i përfshirë në skandale si Target Fortesa, ndërsa miku i tij Enver Bexheti shpëtoi Sasho Mialkovin dhe përfundoi në listën e zezë të SBA-s bashkë me Artan Grubin, thonë nga koalicioni i qeverisë vlen. Nga lëvizja Besa në Republikën e Maqedonisë së Veriut paralajmërojnë gjykatën kushtetuese. Kryetari i saj Bilal Kasami kërkoi që gjykata të mos merret me çështje politike, pasi ka shumë çështje të tjera që duhet të zgjidhet. Kasami deklaroi se ligji për gjuhën shqipe nuk i plotëson kërkesat e shqiptarëve, ndërkohë që uroi që kushtetuese të sjellë vendim në interes të shqiptarëve dhe të komuniteteve të tjera. Krahas asaj, Kasami komentoi dhe ndryshimin e ligjit për branitellat. Ata e nisën këtë si iniciativë në bashkëpunim me LSDM-n për të krijuar tensione edhe në këtë qeverisje. Ne kemi pasur qëndrim parimor që në fillim që është një çështje që është delikate dhe duhet të ketë një zgjidhje adekuate për të dy anët e konfliktit. Për këtë ai deklaroi se koalicioni vlen kërkojnë që rishikimi të bashkëqyrohet me ndryshimet për pjesëtarët e ushtrisë shërimtare kombëtare. Pjesa tjetër në këtë rast UÇK ka qenë e pranuar si palë në konflikte dhe me marrëveshjen orit ka pasur obligim shteti të bëj socializimin e tyre. Pra ne vetëm këtë kërkojmë që në këto kushte delikate mos hapen tema të cilat
vazhdojnë të krijojnë tensione në shtet. Bashkimi Demokratik për Integrim paralajmëron interpelancë ndaj gjykatësve në kushtetuese në Maqedoninë e Veriut. Duke komentuar nismën për interpelancë ndaj anëtarëve të Këshillit Gjyqësor, deputeti Ilir Hasani njoftoi se nëse vazhdohet kështu, BDI do të parashtrojë interpelancë edhe ndaj gjykatësve në gjykatën kushtetuese. Nëse vazhdoni edhe më tutje me këtë formë shtypjes, do jemi të obliguar të bëjmë interpelancë për të gjithë ata të cilët janë zgjedhur në këtë parlament, edhe ato 365 ditë të vitit. Edhe jo më larg se do fillojmë nga gjykata kushtetuese. Edhe ato shumë shpejt do parashtrojmë interpelancë për gjykatësit e gjykatës kushtetuese të cilët këtu i kemi zgjedhur në këtë dhomë. Duke referuar vendimit që mund të ndikojë në përdorimin e gjuhës shqipe, Hasani tha se kushtetuesja po prek aty ku askush nuk guxon të prek. Ata po e prekin atë që është e paprekshme. Ata po e prekin aty ku kërkush zguxon me prek. Ata po e prekin një marrëveshje 25 vjeçare, e cila është e mediatuar prej ndërkombëtarëve dhe është e garantuar nga ndërkombëtarët. Dhe falë asaj marrëveshje që quhet marrëveshja e Ohrit, ne sot e kemi shtetin tonë. Tha deputeti Ilir Hasani, përfaqësuesi Bashkimit Demokratik për Integrim. Bashkimi Demokratik për Integrim paralajmëron se do të përdorin çdo mjet demokratik dhe institucional për të mbrojtur ligjin për përdorimin e gjuhës shqipe. Në kumtesë thuhet se opozita shqiptare në Maqedoninë e Veriut konfirmon përkushtimin e saj të palëkundër për mbrojtjen e ligjit për përdorimin e gjuhës shqipe, një arritje e shenjtëruar nga sakrificat e dëshmorëve tanë. BDI nuk do të lejojë që asnjë shkronjë ligjit për përdorimin e gjuhës shqipe të ndryshohet, pavarësisht kostos politike, sepse ky ligj është miratuar mbi gjakun e dëshmorëve, deklaroi nga BDI. Sa i përket zgjedhjeve lokale, ajo është e gatshme të përballet në çdo kohë. Deputeti BDI-s Berim Bexheti tha se kjo forcë politike dhe Fronti Evropian nuk kanë paralajmëruar asnjë bojkot të zgjedhjeve lokale dhe se janë të gatshëm për zgjedhje. Në lidhje me rëndësinë e zgjedhjeve të përgjithshme, të parakohshme, Bexheti u ndal tek nevoja e rivendosjes së stabilitetit politik. Ai tha se është e papranueshme të respektohet vetëm një legjitimitet në shtet nga dy bashkësitë më të mëdha etnike në vend. Mazhorancët opozita maqedonase vjojnë përplasje mbi pozicionimin e Maqedonisë së Veriut në raport me administratën e re amerikane dhe politikat globale. Ish presidenti Stevo Pendarovski tha se është i shqetësuar për politikat e presidentit të ri amerikan Donald Trump, por veçanërisht për qëndrimin e qeverisë dhe deklaratat se si normalia e re do të pushtojë botën, që sipas tij është amatorizëm i pastër politik. Mendoj se si vend i vogël, e dim kush jemi, ku ndodhemi, duhet të mendojmë dy herë përpara se të qëndrojmë, siç thon ne qëndruam së pari pranë tij dhe tani le të rreshtojnë të tjerë pas nesh, tha ish presidenti i Maqedonisë së Veriut Stevo Pendarovski. Nga VMRO-12 thon se Pendarovski, i ri i cili dy herë ka humbur zgjedhjet presidenciale pas 10 muajve vendosi të paraqitet në publik dhe ta sulmoi kryeministrin Mickoski dhe VMRO-12 për shkak të përkrahjes ndaj SBA-s dhe presidentit Donald Trump. Maqedonia e Veriut nderon e brendë rëndjet luftës së dytë botërore. Kryeministri Istrem Mickoski në qendrën përkujtimore të Holokaustit e brendëve të Maqedonisë kujtoi viktimat e luftës së dytë botërore dhe tragjedinë që nuk kurseu as Maqedoninë. Mbi 7000 ebrej maqedonas u dëbuan në kabin Treblinka dhe jeta, historia dhe kultura e tyre u ndërpren me forcë, por historia nuk është vetëm një kujtim, është një mësim, shkruan Mickoski në profilin e tij në rrjetet sociale. Aktualitet. Opozita maqedonase kërkon dorëheqjen e ministrit Stefano Donovski. LSDM-ja akuzon për skandalin në rrjetet e tenderave në ministrinë e tij. Nga opozita maqedonase thonë se Komisioni Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit dhe Prokuroria Publike duhet të veprojnë mënyrë për zbardhjen e plotë të rastit. Ministri Stefano Donovski ka pranuar hapur se 2 tender nga ministria e tij kanë përfunduar te bashkëshorti i sekretares së tij shtetërore, Klinçarova, dhe në vend që të jap dorëheqjen, ai pranon me paturpsi kontratat e lidhura me bashkëshortin e sekretares shtetërore si kursim parash, thon nga VMRO-12. Komisioni Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit në Republikën e Maqedonisë së Veriut do të përcaktojë nëse ka konflikt interesi në rastin e tendereve pranë Ministrisë së Transformimit Digjital. Pas raportimeve në media, Komisioni kundër korrupsionit do të hetojë nëse ka konflikt interesi. LSDM-ja opozitare të hënën akuzoi ministrin Stefano Donovski për konflikt interesi, nepotizëm dhe dyshime për korrupsion në lidhje me 2 prokurimet publike në vlerë prej 50.000 euro që ishin dhënë një kompanie në pronësi të bashkëshortit të sekretarit shtetëror në atë ministri. Ministri i Transformimit Digjital Stefano Donovski i hodhi poshtë pretendimet e opozitës. Goditje e rëndë për imazhin e shtetit e komentoi Alianca për Shqiptarët Krau Zjadin Selës refuzimin e vizës amerikane që është bërë ministrit për politikë sociale, demografi dhe të rinjtë të qeverisë së Maqedonisë së Veriut, Fatmir Limani. Ai tha se arsyetimi i ministrit është manipulimi i pastër, ndërkohë që kërkoi dorëheqjen ose shkarkimin e tij. Qytetarët meritojnë një qeveri që nuk turpuron vendin ndërkombëtarisht. Partnerët tanë ndërkombëtar duhet ta dinë se ky skandal nuk përfaqëson shqiptarët dhe as vlerat euroatlantike që ne mbrojmë.
Alianca për shqiptarët do të këmbgul që ky turp të mos mbulohet, përgjegjësia duhet të jetë e qartë dhe menjëhershme, thon nga Alianca për shqiptarët e Ziadin Selës. Ministri i Shëndetësisë në Republikën e Maqedonisë së Veriut Arben Taravari deklaroi se nuk do të lidhet kontratë me kompaninë nga Shqipëria që duhet të menaxhonte parkingun e qendrës klinike. Taravari tregoi se janë duke u shqyrtuar dy mundësi për menaxhimin e parkimit. E para është që ndërmarrja publike e parkingu i qytetit të ndërtojë garazhe dy kaçe dhe të menaxhojë, dhe e dyta është që ta bëjë shërbimi për çështje të përgjithshme dhe të përbashkëta në qendrën klinike, tha Arben Taravari. Mediat raportuar në javën e kaluar se operatori privat nga Shqipëria është e vetmja kompani që u përgjigj thirrjes për partneritet publik-privat. Nëse e fiton kontratën, do të jetë detyruar të investojë në garazhe shumë kaçe, do duhet të paguajë parkimin me 50 denar në vend të 30 denar për orë dhe në këmbim do të transferojë shtetit 1% nga të ardhurat vjetore. Bashkimi Demokratik për Integrim paralajmëron se do të përdorin çdo mjet demokratik dhe institucional për të mbrojtur ligjin për përdorimin e gjuhës shqipe. Në kontest thuhet se opozita shqiptare në Maqedoninë e Veriut konfirmon përkushtimin e saj të palëkundër për mbrojtjen e ligjit për përdorimin e gjuhës shqipe, një arritje e shenjtëruar nga sakrificat e dëshmorëve tanë. BDI nuk do të lejojë që asnjë shkronjë ligjit për përdorimin e gjuhës shqipe të ndryshohet, pavarësisht kostos politike, sepse ky ligj është miratuar mbi gjakun e dëshmorëve, deklaroi nga BDI. Sa i përket zgjedhjeve lokale, ajo është e gatshme të përballet në çdo kohë. Ndoqët për mbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.